A e dini pse një mashkull të tradhton? Sepse dhe unë nuk e dinja pse. Sepse ti, ashtu si dhe unë, bëhemi nëna të meshkujve që jemi, jo gruaja, partneri, partnerja. Sepse si në jetë burra të dobët për të ndjerë ne të fuqishme dhe të forta. Dhe kjo është diçka që nuk je në vendin tënd, nuk je në hierarki. Por shkaku nuk është këtu. Shkaku është mi fjell, sepse ti nuk e qenë në hierarki në familjen tënde. Ke marrë një barë që nuk duhet ta merrni. Je bërë ati zgjidhja e familjes dhe tani bërë zgjidhja e burrit tënd. Në qoftë se dhe ti që më dëgjon, ndihesh në këtë pozicion, je tradhtuar nga burri, nuk është faji i burrit, as faji jot, por kështu janë krijuar gjërat, ky teatri me role të ndryshme që luajmë këtu në tokë, në Matrix, për të kuptuar sa vlera ke ti dhe të lidhesh me veten tënde. Në qoftë se do ndihmë Akademia e Dritës me programet 21 ditore që kam krijuar, mund të ndihmoj të punosh me veten dhe të arrish atje ku duhet. Dhe nuk është nevoja të kërkosh një partner, edhe ti mashkull, edhe ti femër, jashtë shtëpie, por të gjendet komunikimi, të flasim hapur për nevojat tona, për gjërat që na shqetësojnë dhe të bëjmë zgjidhjen. Le të përqendrohemi tek zgjidhja dhe jo tek problemet. Kjo është zgjidhja më e bukur. Për këtë mund të të ndihmoj me metoda të ndryshme dhe me përvojën time. Sepse duhet të kalonja në përferë, në për errësirë, që të arrinja të lidhesha me veten dhe të kuptonja të gjitha këto që po më dëgjon që t'i them. Jam këtu, jo në rolin më të shpëtimtares, por për të gjithë ju që vërtet doni të bëni ndryshim, sepse zgjidhje ka. Faleminderit.